Si të humbasesh peshë pa ndryshuar fare dietën? Hajde ta shohim bashkë. Në gjendje qetësie, trupi djeg rreth 50 kalori në orë. Por, kur kërcen me litar, djeg rreth 560 kalori në orë. Për të djegur 1 kg djem, që është rreth 3500 kalori, duhet kërcesh për më shumë se 5 orë. Ecja e shpejt djeg rreth 340 kalori në orë. Pra, për 1 kg djem do duhen mbi 10 orë ecje. Të qeshurit për 10 minuta, edhe kjo djeg rreth 40 kalori. Po për 1 kg do duhen rreth 14 orë vetëm duke qeshur. Duke lvizur në vend, ajo që quhet thjesht fidgeting, djeg 50 kalori në orë. 70 orë tilla është e barabartë me 1 kg më pak. Një banjë me akull 15 minuta në ditë mund të djeg rreth 250 kalori. Nëse e bën çdo ditë për 2 javë, mund të humbasësh 1 kg. Frymëmarrja e thellë për orë të tëra mund të ndihmojë në djegjen e kalorive, por duhet bësh 291 orë për të djegur 1 kg. Edhe merr kohë për këtë, se është e rëndësishme. Dhurimi i gjakut djeg rreth 350 kalori. Bëje 14 herë dhe mund të humbasësh 1 kg. Pra, siç po e kupton, është e vështirë të humbasësh peshë vetëm me aktivitete. Ndoshta një kombinim i vogël i këtyre ushtrimeve me disa zgjedhje të mençura në ushqim, edhe ja del. Çfarë ka funksionuar për ty? Më shkruaj më poshtë.